Bashkimi Evropian po përgatitet të hedhë një hap të ri në procesin e zgjerimit, pasi kësaj radhe po synojnë hapjen zyrtare të grup kapitullit të parë të negociatave të antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë, mbas një gërçi i cili zgjati afro 2 vjet. Qipro, e cila do të marrë presidencën e radhës së Këshillit të BE-s, bëri të ditur se faza e parë e negociatave mund të çelet më datën 15 qershor, gjatë takimit të ministrave të vendeve anëtare në Luksemburg. Edhe pse negociatat e antarësimit me Ukrainën dhe Moldavinë u hapën zyrtarisht në qershor të vitit 2024, avancimi i procesit me Kievin mbeti i bllokuar për shkak të vetos së Hungarisë. Situata ndryshoi drastikisht mbas largimit nga pushteti të ish-kryeministrit hungarez Viktor Orban. Pasardhësi i tij, Peter Magjar, njoftoi se Budapesti dhe Kievi kanë arritur një marrëveshje për forcimin e të drejtave të pakicës hungareze në Ukrainë, një nga kushtet kryesore që Hungaria kishte vendosur për të mbështetur procesin e integrimit evropian të vendit fqinj. Grup kapitulli i parë i negociatave fokusohet në çështjet themelore të funksionimit të shtetit, përfshirë edhe sundimin e ligjit, reformën në drejtësi, si dhe standardet e administratës publike. Megjithatë, hapja e këtij kapitulli nuk përbën garanci për antarësim të shpejtë. Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian mbetet mjaft kompleks dhe i ndarë në 6 grup kapituj tematik, të cilët kërkojnë reforma të thella dhe përmbushje të kritereve të përcaktuara nga Brukseli. Shembulli më domethënës mbetet Turqia, e cila nisi negociatat e antarësimit në vitin 2005, por procesi ka mbetur prej vitesh në ngrirje për shkak të shqetësimeve të vazhdueshme në lidhje me demokracinë, shtetin e së drejtës si dhe respektimin e të drejtave themelore.